Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastron tërësisht zorrët dhe trajton fryrjen e gazrat përgjithmonë. Kjo është receta sekrete. Kjo është përbërja e cila do t'ju lehtësoj një herë mirë nga të gjitha problemet me pastrimin e zorrës, fryrjen e barkut dhe gazrat. Kjo recetë popullore është e njohur për një kohë tepër të gjatë. Ajo ka një efekt jashtëzakonisht të veçantë në zorrët dembele, fryrje dhe gjithashtu gazra. Kur trupi është në gjendje të mirë, ai reflektohet në gjendjen e lëkurës. Vetë karotat kanë shumë efekte pozitive në trup, fal fibrave, vitaminës A dhe beta-karotenit që ajo përmban me bollëk, dhe kur ju ta përzini me përbërës të tjerë, do të merrni një balsam të vërtet stomaku. Ky ilaç është i njohur për një kohë të gjatë dhe është përdorur për probleme të zorrëve dhe në të njëjtën kohë për zgjidhjen e problemeve të lëkurës. Ky ilaç do të zgjidhë me sukses problemin e zorrëve dembele, fryrjes së barkut dhe gazrave. Ja se si përgatitet. Përbërësit e nevojshëm janë 3 karrota të mëdha, 1 lugë gjelle mjalt, 1 maj lugë e pluhur djegës ose piper i zi i bluar dhe 1 lugë çaj vaj ulliri. Përgatitja: ngrijini karrotën në një tas, pastaj shtoni dhe përbërësit e tjerë. Përzijeni mirë derisa ato të kombinohen dhe ilaçi dembeli i zorrëve është gati për t'u përdorur. Rekomandohet që të hani këtë përzierje në vend të mëngjesit dhe është e nevojshme të konsumoni gjysmë ore pas zgjimit. Në vetëm 10 ditë të aplikimit të rregullt, ju do të shikoni një përmirësim të madh dhe një ndjenjë lehtësie në lëkurën tuaj. Ditët kur ju ndjeni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut, me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje që trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mundet ju pengoj në aktivitetet tuaja të përditshme. Rrobat do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mundet që të kthehet në një sfidë të vërtet. Ndonjëherë kjo mund të duket si diçka e paevitueshme, por ne do t'ju sugjerojmë disa metoda natyrale dhe të thjeshta të cilat largojnë fryrjen. Disa nga mënyrat më të mira për të shmangur barkun e fryrë ju do t'i gjeni në këtë video. Ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe natyrale për të larguar këtë problem një herë mirë është kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin tuaj që të kryejë siç duhet të gjitha funksionet e tij, duke parandaluar kështu edhe fryrjen. Ndërkohë, ky reagim i trupit ndodh nga mos tretja si duhet e ushqimeve, prandaj gjithnjë ju duhet që të zgjidhni të duhurat. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka veti që të mbledh të gjitha toksinat e trupit dhe njëkohësisht t'i nxjerrë ato jashtë për shkak se përmban sasi të mëdha ujë. Kalium. Ushqimet e pasura me kalium, siç janë për shembull bananet, portokalli, avokado dhe gjithashtu stikat apo kivi, ndihmojnë në shfryrjen e trupit dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ndërkohë, nga ana tjetër, ananasi mbetet një nga ushqimet më fantastike për sa i përket largimit të toksinave nga trupi, dhe ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe të tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosi, qumshti apo djathi ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë trupit të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithëse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha
kur janë të sapëkëputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë. Për të evituar fryrjen e barkut, mundohuni që t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Ndërkohë, kjo e mesme arë do t'ju ndihmojë që ju të keni një bark të sheshtë dhe njëkohësisht të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme, pasi ato ndihmojnë edhe në tretjen e mirë duke parandaluar kështu fryrjen. Këtu përfshihet xhinxheri, kanella dhe njëkohësisht borziloku, rigoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdorini këto erëza si zakonisht në vaktet apo ushqimet tuaja për të përfituar një bark të sheshtë dhe njëkohësisht shumë shije. Mundet që të zgjidhni edhe ndonjë çaj tjetër bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Këtu përmendim edhe çajin me xhinxher apo atë me nenexhik. Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara të cilat njihen për efektet e tyre anësore që i shkaktojnë organizmit dhe një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithëse mund të jetë e shëndetshme për shumë fruta apo perime, por ndonjëherë ato shkaktojnë dhe vështirësi në tretje. Këtu do të përmendim brokolin, lulelakrën, bishtajoret, mollët, dardhat apo pjeshkët. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, të konservuara apo të procesuara, pasi jo vetëm që ndikojnë për keq në sistemin tuaj tretës, por njëkohësisht ju bëjnë që edhe të shtoni në peshë. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut, ne ju këshillojmë të provoni këto çajra. Fryrja e stomakut është irrituese dhe e bezdishme, veçanërisht në qoftë se ajo ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste munden që të jenë simptom e ndonjë sëmundjeje të fshehur. Çaji i nenexhikut. Çaji i nenexhikut e qetëson stomakun dhe largon fryrjet. Duhet të pini në darkë për të ngadalësuar trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 gjethe nenexhiku dhe 250 ml ujë. Në qoftë se ju dëshironi, mund të shtoni mjaltë ose limon. Në disa raste të tjera mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil dhe me mjaltë dhe limon është i mirë kundër gazrave dhe njëkohësisht fryrjes së stomakut. Përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë të qetësojnë në zorrë dhe njëkohësisht të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zieni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas të shtoni mjaltë dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është njëkohësisht shumë i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urdhin. Çajin ju mund që ta shoqëroni edhe me mjaltë ose me lëng limoni. Për një filxhan me çaj, juve ju nevojitet një lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibrat e tepërta në stomak dhe në zorë. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër këtij problemi sepse eliminon fryrjet. Hani një filxhan me kungull të zjerë ose të pjekur gjatë një vakti për të mos patur fryrje. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.